Dane, cilë janë 3 poetë më të mirë të letërsisë shqipe sipas teje? Shkrimtarët e mi të preferuar janë Fatmir Muja, Dritë Ragulli dhe Lulzim Tafa. Njeri e shoh tjetrin dhe s'la gjet lik pa i thënë. Tjetri qëndroi në heshtje, sikur hynurja gjuhë mos i kishte. Heshtja caroi sharsin dhe të sharit i tha me zemrim: "Aman, përse nuk më shon? Apo e meriton këtë përçmim?" I shari po qetësisht dhe buzëqeshja në fytyrë unë gjallë. "E ku ti gjej të sharat?" i tha. "Më thuaj ti, ku ti marr?" "S'mund ta nxjerrësh nga goja atë që se ka zemra. Nga fruti s'merr lëng tjetër veç atij që ka brenda." Kur të jesh mërzitur shumë. Këtu s'do jem larguar, në tokë i tretur si të tjerët. Në kafenin e preferuar, nuk do të më shohin kamarierët. Dhe në përullet ku kam ecur, s'do të ndihet kolla ime thotë. Mbi varrin tim do të riheshtur një shqipares si murg i gratë. Ti do të rishtohesh atëherë se s'do të më kesh në dhomë gjallë. Dhe kur në gjam të fryer, do qash me erën dal gadal. Po kur t'jesh mërzitur shumë, në raft e libra të kërkon. Atëherë do t'jem i fshehëron, në ndonjë varg, ndonjë shkron. Mjafton që librin pak ta heqesh, dhe unë do zbrez, do vi pas teje. Ti si dikur me madh do qeshesh, si një blerim pas një rakeje. Vdekja e paqenës. Gjërat që kur nuk kanë ekzistuar, pa pritmas nisen të zhduken. Dhimbjet të ndin vetë dhimbje. Ikën të gjitha mungesat. Pa filluar të digjet shkrumbje, të vdesin varet. Një i verbër më në fond shikon errësirën. Të gjithë të ngrirët ushtruan në gur. Ëndra tani e shen në ëndër veten. O Zot, po si më rëshiti kështu nga duart veta. Një gjë se kam kuptuar kur, qysh mundet me marr ujin e